Mo nuk e di çfarë kryeministri, unë për veti nuk e kom votu asë një parti, asë nuk e votoj, asë nuk kom tërhek me parë, se këtë s'kan pos asë një program qysh duhet për vendin. Po më ma shumë ka posën, thejmë drejten, kanë tregu Barceleta, anekdota edhe piskoma në për fushota. Kështu e ke po ti fushatën? Po, fushotat zgjedhori ku më po në këtë mjërë, nuk ku më po diçka që ka postë mirë për vendin. Po më mbi tregu për shembull qytetarit vetë se për shka ko me punu. Përshëndetje. Përshëndetje. Si je, e mirë? Mirë, përshëndetje. Jemi pra emisionin 05, pyetja që kam për sot dështë. Si e shet gjendjen aktuale në Kosovë? Po, që gjendja aktuale për momentin, po dhe ma herët, është e vështirë, si të vështirë. Për shembull, ka ngritje, ka pas një ku ngritje shumë të madhe, çmime, ka pas për shembull pagat kanë qenë shumë të vogla në nivel vendi. Edhe sa i përket tash gjendjes aktuale në shtan politik, unë për veti fort jam distancu për politikës ko gjë herët. Arsyet janë se më kanë zhgënyu këtë partitë edhe më nuk i besoj asnjë partive, të drejtë. As aty në nivel që janë më të lartë, pas aty në lokal. Arsyet janë shumë ta se unë për veti vetë si familje kur nuk po diçka përfitu diçka të mira, për shembull për këtyne edhe kur kum kërku diçka nuk mu ka plotësuar. Ke gjenë mbështetje. Edhe për çat arsye kum hek duar. Je distancu komplet. Mas pori djalin e kam jashtë, kum kërku, e ka pos fakultetin e krym, kum kërku punësim, asnjëherë asaj vetë, edhe unë s'un kum gjetë për shembull një përkrohje që me punësu dikun. Edhe qa ka me folë ma shumë për këtë vend. Shembull, tashti në çfarë gjendje po jetojmë peshin edhe ju vetë, shembull. Ka shtrejtimet më, shembull, flitet apet mu shtrejtu shembull rrymë, 35%. Në rast se kjo tashti çmimi i rrymës ndikon edhe në artikuj tjerë, për shembull. Ndikon edhe te ekonomitë familjare, për shembull çmimi i bukës, i shkan produktet që janë esenciale. Edhe me të vërtet është shqetësuese për morë opinion. I hypin do rruga ka pak apet kur nuk përballohen me çmimet. Çmimet kush nuk i ka kontrollu kur kush këtu. Mo nuk e di çfarë kryeministri, unë për veti nuk e kom votu asë një parti, asë nuk e votoj, asë nuk kom tërhek me parë, se këtë s'kan pos asë një program qysh duhet për vendin. Po më ma shumë ka posën, thejmë drejten, kanë tregu Barceleta, anekdota edhe piskoma në për fushota. Kështu e ke po ti fushatën? Po, fushotat zgjedhori ku më po në këtë mjërë, nuk ku më po diçka që ka pos të mirë për vendin. Po më mbi tregu për shembull qytetarit vetë se për shka ko me punu. Nuk është për shembull me dole, me brohërit në për fushota, pa qashtu ka qenë edhe në diasporë. Unë për veti kryeministrin tem, shtetit tem, kam qef me po me diplomat mëdhaj, edhe që afron marrëdhënie të mira, për më thonë, për vendin. Pa jo me dole me brohërit, me folklorizm, asane, jo, këta janë hajvona, asane, fjallë shumë pameshme. Po thamë të vërtetën fjallë pameshme, unë si qytetar me follat fjallë është tërpë, e le mo kryeministri në vendit, për shamë vendit tem, që unë asë njëherë s'kisha pos qef me ndëgju fjallë tilla. Debatet politike, a i shikan? Po, i përcjellë... Analistat tonë, si i komentar? Analistat, analistat e kanë... Apo gjykojnë drejt ata, prej kandidaton? Tashti analistat, gazetarët edhe ju, këtë media që ka jeni, ju keni punën e ju. Ju dhe analistat mujnë edhe me kundërshtu. Debatë politike, shamë një parti, sa ata i korrigjojnë ma shumë partit. Për punën që e bonë. Tashti nuk do të ato me akuzu shamull, pësaj të bani një këshill, për shamull në debat, edhe ti tashti mu quen me thonë këtë analistat janë të këshe. Unë nuk e shën qatë mirë, për shamull, po kur nuk ki fuqi mu përbol me analista, atëre faktikisht du të me thonë diçka. Unë kjo nuk e di a ka në ministër të mirë, ne konë. Unë për veti nuk po në qatë qeverisit ti, që e ka një ministër të mirë. Pas që kanë bo diçka për frizojnë. Për shamull, po foli konkret për ta që kanë qenë pushtet.
Unë nuk po që kanë bon diçka, për shembull Ferizojt ju ka dish spitali, nuk e kena. Shtash me shku shembull në emergjencë se dikon nuk i kushtrinje zholloja. Është merr i Zotit. Tëna po i gjykojnë shembull të rit pse pëlqen vani. Ti banja mundësin, jepja mundësin mos ta lëshën ai venin. Krijoja vendet e punës. Ky ka orën pushtet e vëllo, të thonën se na kena me bon gjithçka, kena me rrit, me zvoglu papunësinë e sene, nuk është e vërtet. Une po i habit në me diasporën se i du shumë, me të vërtet. Jo që e kam djallin jashtë, po iq më shumë. Po kape morrin nga njëm për shembull me votu një parti, shembull, që s'ka po kur gjojtë. Por menimin tam nuk ka bo diçka. Mirë që ja vlen me përmen. Ta po shkojnë në qoshtje të verju, të qoshtja verjut, ketë okej. Pa e ka për detyrë me mbrojt policia venit, shembull integritetin e venit, edhe sovranitetin. Edhe për pora ka posë edhe qëta, shte ko edhe gjdo herë. Është merit e kurtit kjo? Po, kjo është merit posaçërisht e njerëzve tonë. Po mos të ushtria çlirimtare e Kosovës, ata nuk do të ishin në veri, shembull. Sa ata i kanë prunë, ata shembull e kanë prunë edhe ushtërinë, edhe çdo sen në Kosovë. Unë nuk po them që ata nuk kanë bërë diçka të mirë, ata kanë bërë shumë mirë, kanë veprime të mira, po tash nuk është edhe keq ashtu që po thonë këta më jalon qeverisë ose shembull Kurtit. Se Kurti nuk ka luftu ai, s'ka bërë luftë atë. Kanë bërë policia, ushtëria, ata policia në vërtet se jo ushtëria, po për kufe me rujt integritetin e venit janë ushtëria bile. Edhe për kufe e kam fjollën. E për rand edhe qëtësi është policia. Falënderit shumë, kënaqësi që Për juve përshëndes, kënaqësi. edhe na ju përshëndetëm shumë, falënderit.